Protestat janë rikthyer të njëjtën në Shkodër, ku dhjetra qytetarë mblodhen në zonën e Trumës për të marshuar më pas drejt Bashkisë së Shkodrës. Protestuesit mbanin në duar pankarta me mesazhe të ndryshme kundër politikave qeveritare, por edhe opozitës. Pas marshimit në rrugët e qytetit, protestuesit u pozicionuan para Bashkisë Shkodër, ku mbajtën fjalime dhe shprehen qëndrimet e tyre lidhur me shqetësimet që protestojnë. Vargjet e Gjergjshpis, para 100 vjetëve thoshte, edhe hana do ta di, edhe djeli do të posë për çka rrokollëje si Shqipëria vetë nuk ka. Po sikur të ishte sot ai gjallë do thote, Edi Rama me poshtërsi, në parlament ka bërë një ligj të zi, me ja marrë tokën shqiptarit e me ja lanë zuzarit. Sot shqiptari po bërtet, po buqet, me ja marrë tokën zuzarit e me ja kthy shqiptarit. Ose të largohemi nga Shkodra, ose të largohemi nga Shqipëria. Është një turp i madh, me anë të së cilës në 2026 ne në çdo protestë, në vite që ne protestojmë, ankohemi për të njëjtat gjëra. Mungesa e ujit, mungesa e dritave, mungesa e kushteve thelbësore, mungesa e rrugëve, mungesa e institucioneve, me anë të së cilës një qytetar të gjejë drejtësi. Institucionet shtetërore duket sikur janë inekzistente. Ti mund të bësh një kërkesë sot për të marrë një informacion, për të kërkuar një hall, për të zgjidhur një problem, por ato të ndërsojnë muhabetin, ta zgjasin domethënë në procedurën administrative dhe nuk e japin zgjidhje. Dhe zgjidhja e vetme është ai gjyqësori, ku përsëriti zvarritesh me vite të tëra duke mos gjetur drejtësi. Kjo është protesta e katërt që zhvillohet në Shkodër gjatë javëve të fundit kundër qeverisë dhe opozitës.